një nga banorët më të komentuar dhe më të diskutuar të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania 5 është larguar pa pritur nga shtëpia mëngjesin e kësaj të premteje, në një zhvillim që ka tronditur jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun që e ka ndjekur me vëmendje çdo dinamik të lojës. Largimi i tij ka ardhur në një moment kur gara po hynte në një fazë vendimtare, çka e bën këtë situatë edhe më të papritur dhe më të ndjeshme për rrjedhën e spektaklit. Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është komunikuar përmes zarfit të zi, një simbol që në historinë e formatit zakonisht lidhet me përjashtime apo masa të rënda disiplinore. Vetë momenti i komunikimit ka qenë i ngarkuar me tension, duke lënë banorët të shtangur dhe me shumë pikë pyetje. Disa prej tyre janë shfaqur të prekur emocionalisht, ndërsa të tjerë kanë mbetur në heshtje, duke mos e kuptuar plotësisht se çfarë kishte ndodhur. Reagimi i parë publik ka ardhur nga vetë Kristi, i cili ka zgjedhur të mos jap asnjë deklaratë të drejtë për drejtë. Në Instastory ai ka publikuar vetëm foton e njoftimit për përjashtimin e tij, pa asnjë koment shoqërues. Kjo heshtje ka shtuar edhe më shumë misterin rreth situatës. Në vend që të qartësonte rrethanat, postimi i tij ka ndezur edhe më tepër diskutimet në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë në dy kampe. Ata që besojnë se bëhet fjalë për një përjashtim të mirëfillt nga produksioni dhe ata që mendojnë se largimi ka ardhur si vendim personal i tij. Në platforma të ndryshme sociale kanë shpërthyer reagimet. Mbështetësit e Kristit kanë shprehur zhgënjim dhe pakënaqësi, duke kërkuar transparencë dhe sqarime të detajuara. Disa prej tyre kanë ngritur dyshime mbi arsyet reale të largimit, ndërsa të tjerë kanë theksuar se Kristi ka qenë një nga protagonistët kryesor të këtij edicioni, duke sjellë debate të forta, dinamika intensive dhe momente që kanë ndikuar drejt për drejt në rrjedhën e lojës. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që sugjerojnë se presioni i lojës, konfliktet e vazhdueshme dhe ngarkesa emocionale mund të kenë ndikuar në këtë situatë. Reality showt si Big Brother janë të njohura për intensitetin psikologjik që krijojnë tek banorët, veçanërisht kur gara afrohet drejt fazave finale dhe çdo lëvizje bëhet vendimtare. Fakti që komunikimi u bë përmes zarfit të zi e bën edhe më të fortë idenë se nuk kemi të bëjmë me një largim të zakonshëm apo me një vendim të marrë në mënyrë spontane nga vetë banori. Megjithatë, deri më tani nuk ka një deklaratë të plotë zyrtare që të sqarojë qartësisht arsyet e këtij vendimi. Tashmë e gjithë vëmendja është zhvendosur te prajimi i radhës, ku pritet të jepen detaje të plota mbi atë që ka ndodhur. Publiku pret të dëgjojë versionin e produksionit, por edhe një reagim më të zgjeruar nga vetë Kristi, i cili deri tani ka zgjedhur të flasë vetëm përmes heshtjes. Ky zhvillim i papritur ka ndryshuar ndjeshëm balancat e lojës dhe ka krijuar një valë të re diskutimesh, duke e bërë këtë edicion edhe më të paparashikueshëm. Nëse kjo ngjarje do të ndikojë në strategjitë e banorëve të mbetur dhe në rrjedhën e finales, mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt, largimi i tij ka lënë një boshllëk të ndjeshëm në shtëpi dhe ka rikthyer në qendër të vëmendjes debatet mbi rregullat, vendimet dhe transparencën e lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.